Në kuadër të çlirimit të Vlorës 15 tetorit, Bashkia e Vlorës dhe Qendra e Artit dhe Kulturës kanë organizuar një ser aktivitetesh. Një prej tyre ishte edhe Vlora në frymën e lirisë, koncert me rastin e 81 vjetorit të çlirimit të Vlorës, i mbajtur gjatë kësaj të marte në Pallatin e Kulturës Dabria. Koncerti përfshiu nxënës të shkollave që u bën protagonist, ndërsa pati mbështetjen e Bashkisë së Vlorës dhe Qendrës së Artit dhe Kulturës në Bashkinë e Vlorës. Koncerti ishte i larmishëm, ndërsa pati frymë patriotike brenda. Nga era e gjaku tërbohet armiku, por si demi i egër në një kasapan. Çfarë? Popujt të vegjël? Popujt janë liri. Janë stui lirie. Janë lirit. Dhe lirit kanë gjak. Adzeu është zimbje, një prill i pikëlluar në shpirt. Adzeu është kryshi, e mban dhe të mban ty në shpirt. Adzeu është toka e premtuar, ti shkel si një zot dhe se kanë dën këmbë. Drejtori i Muzeve të Bashkisë së Vlorës Skënder Spaiu thekson se aktivitetet janë të larmishme me rastin e 81 vjetorit të çlirimit të Vlorës. I tillë ishte edhe koncerti Vlora në frymën e lirisë, organizuar gjatë kësaj dite. Janë disa aktivitete që janë parashikuar nga Qendra e Kulturës dhe Artit pranë Bashkisë së Vlorës, në bashkëpunim me Bashkinë e Vlorës dhe me institucione të ndryshme dhe me organizatën e veteranëve dhe organizatën e dëshmorëve të Adheut. Këto aktivitete janë në kuadrin e 81 vjetorit të çlirimit të qytetit të Vlorës. Është një ditë e shënuar për Vlorën dhe për gjithë Shqipërinë, një ditë e cila na kujton dhe na rikthen ato ngjarje të bujshme të lëvizjes antifashiste nacional çlirimtare të brigadës së 12 sulmuese, e cila ishte pjesë e luftimeve të vazhdueshme që nga qafa e Llogaras deri në Drashovicë dhe në Urdhën e Mifolit, duke ndjekur dhe larguar nga qyteti i Vlorës përgjithmonë pushtuesit gjerman dhe ata njerëz të cilët bashkëpunuan me okupatorin. Vlora është një qendresë historike, Vlora është një element i rëndësishëm i luftës nacionale çlirimtare. Vlora gjithmonë ka dhënë në krenarinë kombëtare djemtë dhe vajzat e saj të cilët e kanë dëshmuar lirinë dhe pavarësinë si një akt sublim para jetës së tyre. Në Vlora kanë nikur rreth 620 burra dhe gra të cilët u internuan në kampet e përqendrimit, në Mauthausen, në Auschwitz, në Prishtinë, në Zemun e në qytete të tjera të Evropës, gjë që e bën këtë qytet një nga qytetet nga ka lindur fitoria e luftës nacionale çlirimtare për Shqipërinë. Ky aktivitet është një aktivitet artistik letrar, është mishërimi i ndjenjës kombëtare, i jetës dhe veprës së këtyre njerëzve të mishëruar në art, në kulturë, në letërsi dhe në ato elementë të ndryshëm të cilët ne i paraqesim në këtë aktivitete, siç është dita e sotme apo dhe në vazhdim dita e nesërme, të cilat do kulmojnë në ceremoninë e ditës së nesërme të aktiviteteve që ka krijuar Qendra e Kulturës e Vlorës me Bashkinë Vlorë. Vlora në frymën e lirisë ishte koncerti organizuar këtë të martë në kuadër të 81 vjetorit të çlirimit të Vlorës, ndërsa gjithçka erdhi në vigjilje të kësaj date të rëndësishme. Protagonist u bën nxënës të shkollave të organizuar nga Bashkia e Vlorës dhe Qendra e Artit dhe Kulturës.